Emisionit 60 minuta. Profesori shkencave politike Basri Muja do tjetë pas pak me ne në studio për diskutuar lidhur me rezultatin preliminar të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. A rikonfiguron skenën politike në Kosovë ky rezultat? Kush janë deputatët më të votuar dhe cila pritet jetë përbërja e rekuvendit e cili është mesazhi që elektorati e dha përmes votës së tij? Të gjitha këto i diskutojmë pas pak, por si zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore të ditës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve verifikon rreth 46% të votave nga zgjedhjet e së dielës. Ashpërsohet gara për ulse në kuvend brenda subjekteve politike. Deklarohet i pafajshëm i akuzuari për krime lufte Ramadan Morina. Këtë akuzë ngarkon atë për vrasjen në bashkëkryer të 34 civilëve në burim të Malishevës. ZRA alarmon se shpenzimi i energjisë në kohën e pikut ka arritur atë të Shqipërisë. ZRA përmes tarifave të reja ul çmimin e ngrohjes në Prishtinë e Gjakov. Rast tragjik në komunën e Prizrenit. Një fëmijë rreth një vesh mbetet i vdekur si pasojë e tymit gazjari që mëngjesin e kaploi një shtëpi banimi atje. Të dhënat e 1192 vendvotimeve të zgjedhjeve të 28 dhjetorit janë procesuar në webfaqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga procesi i konfirmimit të votave dhe numërimit të tyre për kandidatët për deputat. Pas numërimit të rreth 46% të votave, gara për ulse në kuvend është ashpërsuar brenda partive. Sipas përllogaritjeve të deritanishme nga numërimi i votave preliminare, koalicioni Lëvizjes Vetëvendosje me Guxo, Alternativën dhe PSHDK-n ka marrë 56 ulse. Partia Demokratike e Kosovës është e dyta me 23 ulse dhe LDK-ja e treta me 15 ulse, EAK-ja e katërta me 6 ulse. E kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti del të jetë kandidati më i votuar për deputat. Listën e 10 më të votuarve në Vetëvendosje pasojnë Glauko Njufca, Hekuran Murati, Albulena Haxhiu, Donika Gërvalla, Xhelal Sfeshla, Hajrullah Qeku, Avni Dehari, Mimoza Kusari e Jop Maqedonci. Nga radhët e PDK-s pas kryetarit Bedri Hamza, më i votuari është Arjan Tahiri, i pasuar nga Përparim Gruda, Uran Ismaili, Sala Jashari, Vlora Qitaku, Arben Mustafa, Enver Hoxhaj e Raman Rama. Të LDK-ja pas kryetarit Lumir Abdigjiku, më të votuarit janë Hykmete Bajrami, Ukrugova, Avdullah Hoti, Daursa, Kica Gjelili, Kujtim Shala, Anton Quni, Armen Zemaj, Lutfi Aziri e Janina Ymeri. ETA-ja pas kryetarit Ramush Haradinaj, më shumë të vota ka marrë Daud Haradinaj, i ndjekur nga Besnik Tahiri, Bek Berisha, Time Kadriaj, Burim Ramadani, Agim Qeku, Arber Tolaj, Arton Demhasaj e Albana Bytyshi. Zgjedhjet e së dielës u zhvilluan në përputhje me standardet ndërkombëtare në një atmosferë demokratike dhe pa asnjë incident serioz, ka thënë Eugen Cakolli nga KDI në një konferencë për media. Sipas tij, dalja e votuesve ka qenë relativisht e lartë, duke shtuar se fryma e punës së KQZ-s ka qenë kryesisht transparente dhe në një masë konsensuale. Sa i përket fushatës zgjedhore, ndonse më e shkurtër në kohë, ajo është zhvilluar në një atmosferë të qetë. Fushata ka qenë personalizuar dhe centralizuar rreth liderëve partijak. Mungesa e debateve në mes të kandidatëve për kryeministër e ka cunguar të drejtën e qytetarëve, ka thënë ai. Cakolli ka shtuar se edhe kjo fushatë është karakterizuar nga vendime që përbëjnë shkelje ligjore, duke theksuar vendimin e qeverisë për ndaljen e 100 eurove për fëmijët dhe për pensionistët që sipas tij ka pasur ndikim në garën zgjedhore duke krijuar një garë të pabarabartë. 8 dhjetorit përfshirë këtu të gjitha fazat e procesit. E përmes një seance të jashtëzakonshme të thirrur sot, Komuna e Prishtinës ka vendosur për dhënien në shfrytëzim të 5288 pronave publike. Asamblisja e LDK-s Jeta Rafuni ka thënë se kjo çështje është me rëndësi për menaxhimin e pronës publike dhe për zhvillimin ekonomik të kryeqytetit. Ajo ka shtuar se dhënia në shfrytëzim e këtyre pronave krijon hapësirë për rritjen e të hyrave vetanake të komunës. Ndërsa asamblisti i PDK-s Leotrim Vrëtkoceri ka thënë se shpreson që lista e pronave t'i përmbajë të gjitha elementet që kërkohen me ligj. Përbesa Shahini nga PSD-ja ngriti shqetësime për keq menaxhim të përmasave të mëdha të pronës publike në Prishtinë, derisa sipas saj dëmi që është shkaktuar komunës është mbi 200.000 euro. Asamblisi Lëvizjes Vetëvendosje Gzim Sfeshja ka thënë se nëse nuk miratohet kjo listë, i bie që Komuna e Prishtinës vitin e ardhshëm nuk mund të jap asnjë pronë në shfrytëzim. Ka thënë se asamblesët nuk janë makineri votash që të votojnë prona që nuk e din kush i zotron e as kush i shfrytëzon.
Dhe sipas ligjit, marr fjalën. Edicionin e vazhdoi me një lajm të rënd nga Prizreni, ku një fëmijë 1 vjeç ka vdekur si pasojë një tymit të shkaktuar nga zjarri që në orët e paraditës e ka përfshirë një shtëpi i banimi. Zëdhënësi policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqiri Bytyqi, ka thënë se 3 fëmijë të tjerë janë shpëtuar dhe janë duke marrë trajtimin mjekësor. Njësitë e emergjencës kanë reaguar menjëherë dhe zjarri në shtëpi është lokalizuar, pothuajse plotësisht. Shkaqet e zjarrit ende nuk dihen, ndërsa organet kompetente janë duke hetuar për zbardhjen e rrethanave. Ramadan Morina është deklaruar i pafajshëm lidhur me akuzat për krime lufte. Sipas këtij akuzës, i pandehuri Morina më 31 mars të 99-s në fshatin Burim të komunës së Malishevës në bashkëkryerje me pjesëtar të tjerë të forcave policore dhe ushtarake serbe, ka marrë pjesë në vrasjen e 34 civilëve shqiptar. Në fshatin komune Ramadan Morina akuzohet se kreu veprën penale krime lufte kundër popullatës civile në komunën Kulindi, duke marrë pjesë në vrasjen e 34 civilëve shqiptar në Burim të Malishevës. Sipas prokurorisë speciale, Morina ngarkohet se gjatë periudhës 1998-99, në kohën e luftës në fshatin Burim të Malishevës, në bashkëkryerje me persona të tjerë, ka marrë pjesë në vrasje, dëbime, arestime e keqtrajtime fizike. Fshatin Burim të komunës së Malishevës, konkretisht në vendin e quajtur Vrella Mihillit, gjatë një aksionit të forca policore dhe ushtarake serbe, ku bënte pjesë edhe i pandehuri, të gjithë të armatosur dhe të uniformuar, me tank, autoblind dhe forca komsërie, rrethuan zonën ku ishin strehuar rreth 1000 civil shqiptar të dëbuar nga disa fshatra të Malishevës. Sipas këtij akuzës, nga gratë dhe fëmijët i ndan 35 burra civil shqiptar, duke i detyruar të rreshtohen, ndërsa të tjerët u detyruan që të largoheshin në përcjelljen e kërcënimit të armëve. E më pas një pjesëtar i forcave policore serbe shtiu rafall me një pushkë duke vrarë 34 civil. Me artilleri të rëndë i bombardojnë fshatat Dragobel, Astrazop, Shkoz, Marali, Burim e të tjera, ndërsa me datë 31 mars 1999 të armatosur me armë të rënda dhe të uniformuar shkojnë tek vendi i quajtur Vrella e Mihillit në fshatin Burim Ish Jović, i ndajnë burrat nga gratë, duke i detyruar gratë të shkojnë në fshatin Caralit. Për këto akuza, Morina u deklarua i pafajshëm. Nuk e pranoj pajisjen se 5 të testimojit, 3 forës kom qenë Kosovë. Prokurori special tha se në akt akuz kanë kërkuar që të pandehurit të vazhdohet masa e paraburgimit, pasi tha se përmbushën kushtet ligjore për vazhdimin e saj. Këtë e kundërshtoi mbrojtja të akuzuarit Morina, avokati Shpend Gashi, i cili e zëvendësoi avokatin Arjanit Koci. Tha se qëndrojnë prapa parashtresës që i akuzuari të lirohet nga masa e paraburgimit. I akuzuari Ramadan Morina u arrestua në gusht të këtij viti në Prishtinë për veprën penale krime lufte kundër popullatës civile. E kur jemi të rastet e krimeve të luftës, tashmë ka një lajm të fundit ku prokuroria speciale ka ngritur një akt akuz lidhur me masakrën e Reçakut. Është specialja e cila në këtë akt akuz me propozim ka ngritur akt akuz me propozim për gjykim në mungesë ndaj 21 personave për veprën penale krimi luftës kundër popullatës civile, të pandehurit me inicialet OSRMKJ dhe të tjerët, akuzohen se gjatë një operacioni të forcave policore serbe më 15 janar të 99-s në fshatin Reçak të komunës së Shtimës kanë vrarë 42 persona. Sipas akt akuzës, në periudhën 98-99 të pandehurit në bashkëkryerje si pjesëtar të ushtrisë së Jugoslavisë brigadës 243 të mekanizuar armatës së tretë e njohur si Korpusi i Prishtinës, si dhe pjesëtar të MUP-it kanë kryer edhe trajtim shnjërzor, shkatrim të pasurisë, dëbim masiv dhe spastrim etnik të popullsisë civile. Të pandehurit fillimisht rrethuan fshatin Reçak nga vende që quajtura pishat, gështenja
shenja dhe qesta. Më pas nga distanca e granatuan fshatin me mjetet ushtarake, kontrolluan shtëpi më shtëpi dhe ndan burrat nga gratë dhe fëmijët ku i detyruan të largohen nga fshati, ndërsa burrat e ndaluar i ekzekutuan thuhet tutje në komunikatën e prokurorisë speciale. Hetimet e prokurorisë kanë vërtetuar se të pandehurit kanë ushtruar dhunë fizike ndaj civilëve, duke i rrahur me kondak armësh, shelma, dru zinxhir dhe mjete të forta të tjera, thuhet mes tjerash në këtë akt akuzë. Besimendet e krimet e luftës, paqë se Prokuroria Speciale ka ngritur të martën akt akuzë në mungesë kundër një burri të dyshuar për krime lufte kundër popullsisë civile shqiptare gjatë luftës së viteve 98-99. I dyshuari, identifikuar me inicialet CA, akuzohet se ka marrë pjesë në vrasjen e 13 civilëve shqiptar në plagosjen e 4 të tjerëve më 30 prill të 99-s në fshatin Llashtis të Gjilanit. Sipas akt akuzës, ai dyshohet se krimin e ka kryer në bashkëpunim me pjesëtar të tjerë të forcave policore, paramilitare dhe ushtarake serbe. Prokurorët i kanë kërkuar gjykatës themelore në Prishtinë që ta mundsojë mbajtjen e gjykimit në mungesë, duke qenë se i dyshuari është i paraqëm për autoritetet. Vitet fundit Kosova ka rritur numrin akt akuzave në mungesë për krime lufte. Në Korek, akt akuza në mungesë janë ngritur kundër 21 të dyshuarve për dëbim me forcë të mbi 800.000 civilëve shqiptar nga Kosova gjatë luftës. Kryetari i organizatës së veteranëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, Isti Guxati, ka thënë se në ditën e veteranit USHK-ja kjo kategori nuk dihet ende e lirë për shkak të, siç ka thënë ai, problemeve me institucionet e shtetit. Guxati është ankuar për mungesën e ligjit për vlerat e luftës gjatë homazheve në kompleksin Memorial Adem Jashari në Prekaz. Ne sot si veteran nuk e ndjejmë veten as të lirë për arsye se ende kemi problem me institucionet tona, ku ligji për vlerat e luftës nuk është bërë ende, ka thënë Guxati. Kjo festë u konsiderua e mangët edhe mbi faktin se ish-krerët e USHK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Reze Shtelimi po mbohen në paraburgim në gjykatën speciale në Hag, tashmë më shumë se 5 vjet. E në shënimin e kësaj dite, presidentja Vjosa Osmani ka thënë se veteranët e USHK-s janë dëshmia se liria nuk dhurohet, por fitohet me guxim dhe sakrificë. Ndërsa kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se veteranët e luftës shërimtare janë shokët bashkëudhëtar dhe luftëtarët dëshmitar të dëshmorëve të rënë për lirinë e Kosovës. Edicionin e vazhdojmë me informacione të tjera. Rritja e ndjeshme e konsumit të energjisë elektrike ka vënë në alarm institucionet përgjegjëse. Zyra Rregullatoare për Energji ka bërë thirrje për kursim, pasi gjatë ditëve të fundit konsumi në orët e pikut ka arritur nivele të krahasueshme me ato të Shqipërisë, duke rritur nevojën për import, por edhe duke shtuar presionin mbi sistemin energjetik të vendit. Edhe në mbledhjen e këtij institucioni janë caktuar tarifat e reja të ngrohjes për konsumatorët e ndërmarrjeve publike, Termokosit dhe Gjakovës. Zyra e Rregullatorit për Energji u ka bërë thirrje qytetarëve për kursim të energjisë elektrike, pasi sipas saj shpenzimi në periudhën e pikut ka arritur atë të Shqipërisë. Kryesuesi i bordit të ZRE-s, Ymer Fejzullahu, tha se konsumi në këtë periudhë shkon në 1500 MW për orë, shumë mbi prodhimin në Kosovë që është 900 MW. Bëjmë thirrje që edhe te konsumatorët e energjisë elektrike bëjnë kursime dhe ato kursime dhe të reflektohen në shqyrtimin e tarifave të ardhshme të energjisë elektrike. Pra, i bëjmë thirrje gjithë konsumatorëve, sidomos atyre të energjisë elektrike të cilët kanë mundësi të ngrohen me lanë ndrysore, sidomos në shtëpi apo në zonat rurale, që të paktën për muajin dhjetor dhe muajin janar kenë konsiderat që kursejnë energji elektrike. Fejzullahu theksoi se kjo diferencë duhet të importohet dhe përveç kësaj ka probleme edhe me kapacitete transmetuese dhe shpërndarëse. Sipas tij, konsumatorët në zonat rurale dhe në shtëpi duhet të gjejnë zgjidhje alternative për ngrohje e jo ta bëjnë këtë me energji elektrike. Konsumi i pikut Kosovës ju është ofruar pikut maksimal me Shqipërinë, që është rreth 1.6, 1.5 e kemi na, ose 1.2 që është Maqedonia. Pra, edhe pse si popullsi Shqipëria është pothuajse dyfish i Kosovës, ne i kemi parafruar konsumit të energjisë elektrike në këto ditë. E në mbledhjen e këtij institucioni të martën janë caktuar tarifat e reja të ngrohjes për konsumatorët e ndërmarrjeve publike Termokos dhe Gjakova.
Me propozimin e këtij viti, hyrat e lejura maksimale për Neqë Gjakovën edhe në Neqë Termokosin do të rezultojnë ta zonë për Neqë Termokos do të kemi zbritje të tarifa për rreth 4%, ndërsa për Neqë Gjakova për 5%. Tarifa për konsumatorët në kryeqytete që kanë matës të instaluar do të jetë 73 cent për kilovat, ndërsa për ata pa matës do të jetë 76 cent në muaj për metër katror. Kurse tarifa mujore e ngrohjes për qytetarët e Gjakovës do të jetë 72 cent për metër katror.